është prap I gjallë, edhe kujt është më atje. Ai është prap I gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap I gjallë, mund dëgjoj një gjë që thon. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Përshëndetje të dashur shikues. Ja dhe Pashkët erdhën dhe jemi në një sezon zgjedhjesh ku kandidatët kanë zbritur në teren në çdo cep të Shqipërisë për të takuar me popullin, duke mbajtur premtime. Titulli I mesazhit për sot është Premtimet pa garanci të politikanëve dhe garancia bibliko-hinore e premtimeve të kandidatit. Siç thash edhe më parë, pra jemi në sezon premtimesh dhe në sezon zgjedhjesh. Premtime të ripërsëritura disa, por unë dua të pyes sot, cili është kandidati I duhur për jetën tuaj? A e keni gjetur atë që mund t'ju të premtojë një të ardhme të sigurt dhe të përjetshme? Ka një kandidat në krahasim me kandidatët e politikës, I cili është më I madhi nga të gjithë. Dhe pyetja ime është, a do të votonit për të? Le të lutemi. O Ati dashur, ne të falenderojmë për Pashkët o Zot që na kujtojnë ringjalljen e Zotit ton Jezu Krisht. Në këtë sezon zgjedhjesh ne lutemi o Perëndi që mesazhi I Pashkëve, mesazhi I ofrimit të Krishtit, I flijimit të birit të Perëndis, për mëkatet tona, për ne mëkatarët o Zot, të jetë një shembull dhe për politikanët o Zot, që dhe ata të pendohen dhe të kthehen me besim tek Ti o Zot. Nga ana tjetër, ndërsa jemi në sezon zgjedhjesh, ne lutemi për zgjedhjet o Zot, Ti të zgjedhësh burra dhe gra të perëndishme, dhe burra dhe gra që të jenë fëmijët e Tu o Perëndi. Të falenderoj sepse disa kanë dalë dhe ne I mbështesim me gjithë shpirt ata. Ne I bekojmë ata o Perëndi. Jepi mençuri dhe urtësi dhe popullit për të zgjedhur, por më shumë të zgjedhin që emri I tyre të jetë në librin e jetës. Bekoje fjalën Tënde dhe shërbëtorin Tënd. Në emrin e Krishtit lutemi. Amen. Një student shkoi te profesori I tij, I cili njihej për mençurinë e tij dhe I tha: "Po shikoj që njerëzit janë fetar dhe besojnë lehtë. A mund të fillojmë një fe të re? Ndoshta sot mund të themi mund të fillojmë një parti të re, sepse shikoj një sukses të madh." "Nuk jam në kundërshtim," I thot profesori, "por ja si do bëhet. Do të fillosh vetë I pari, do të predikosh dhe do jesh shumë fanatik. Njerëzit do të hidhen kundër teje, do të urrejnë dhe më pas do të kritizojnë. Pastaj do të vi unë, do të marr, do të varros dhe do të rri aty të pres. Pas 3 ditësh ti do të ringjallesh dhe atëherë do të fillojmë bashkë." Si duket ky I riu nuk kishte kuptuar rëndësinë e ringjalljes së Krishtit. Ndoshta dhe politikanët nuk kanë kuptuar rëndësinë e fjalës politik. Premtimet e politikanëve në sezon zgjedhjesh janë premtime pa garanci, në krahasim me premtimet e birit të Perëndis, Zotit ton Jezu Krisht, I cili është kandidati I vetëm për shpëtimin e shpirtit tënd, dhe është I vetmi që I mbajti premtimet dhe I përmbushi ato. Le të flasim pra për premtimet e Krishtit në këto Pashkë. Mesazhi tek Ungjilli sipas Lukës është: "Pse kërkoni të gjallin midis të vdekurve?" Kështu I tha dhe ëngjëlli. Ky është fillimi I fitores mbi vdekjen, e cila gjëmon në shekuj dhe flet për Zotin ton Jezu Krisht. Nuk është këtu, ai u ringjall. Ringjallja e Krishtit pra është ngjarja më e madhe e historisë njerëzore. Është ngjarja që tundi themelet dhe shkatërroi gërmadhat e pushtetit të vdekjes, të mëkatit dhe të djallit, që me shekuj rëndonin dhe shtypnin njerëzimin. Besoj se është koha të mendojmë jo më për politik, por më shumë për Pashkën. Kemi haruar rëndësinë e ditës së diel si ditën e Zotit.
E shtuna është dita e shenjtë e hebrejve që kujton ditën e pushimit të Perëndis pas 6 dite të krijimit. E diela është dita e parë e javës pasi Krishti u ringjall, ku besimtarët, fëmijët e Perëndis, shkojnë në kishë për të adhuruar dhe për të lavdëruar Krishtin e ringjallur. Ai i cili ofroi jetën. Çfarë është ringjallja për ne? Ç'kuptim kanë premtimet e Krishtit dhe cilat janë premtimet e Krishtit për ringjalljen që na flasin ne sot? Le të fillojmë me premtimin e parë. Premtimin e parë që Krishti na dha është se premtimin që është vula e një vepre, ringjallja është vula e një vepre të mbaruar. Te Veprat e Apostujve kapitulli 13 vargu 29 dhe 30 na tregon se profecit për ringjalljen e Krishtit ishin si një vull ku Zoti, Perëndia, athet firmën e tij, duke u plotësuar nga biri i tij, Zoti Jezu Krisht. Ai erdhi në botën tonë për të na çliruar nga skllavëria e mëkatit. Bibla na thotë që të gjithë njerëzit mëkatuan, edhe ti, politikan, kandidat. Edhe ti, thot Bibla, je mëkatar dhe ke mëkatuar. Dhe se Bibla na thot që paga e mëkatit është vdekja. Jezusi erdhi që na shpëtoi. Ai u lind, u rit, u krizua, vdiq dhe ditën e tretë u ringjall, sipas shkrimeve. Ky pra është mesazhi i Ungjillit. Është si vulat në varrin e Jezusit. Pasi e varrosën Jezusin tek shpella e Jozefit, vurën një gur dhe më pas vurën roje romak, sepse Jezusi kishte thënë pas 3 ditësh do të ringjallem, dhe vurën vula të perandorisë romake dhe vurën vula gjithashtu edhe të krerëve fetar, por të vula u thyen kur Jezusi u ringjall pra. Cili është premtimi i parë? Që ringjallja është vula e veprës së mbaruar të Krishtit. Kur tha Krishti që vepra mbaroi? Në kryqin e Golgotës, kur tha u krije, ai pagoi borxhin e mëkateve tona me gjakun e çmuar të tij. E dyta, shenja e dytë e ringjalljes së Krishtit është ringjallja është shenja e një fitore të lavdishme të Perëndis pra. Lexojmë tek Letra e drejtuar Korintasve kapitulli 15 që Perëndia e pranon fligimin e birit të tij Jezusi për mëkatet tona. Dhe Pali shkruan te Letra e Korintasve kapitulli 15 tregon dy pyetje atje, që na tregon fitoren e Jezusit mbi vdekjen, thot: O vdekje, ku është gjymbi jot? O fer, ku është fitoria jote? Lavdi Zotit pra. Krishti është i gjallë dhe i vërtet. Cili është premtimi i tretë? Premtimi i tretë i ringjalljes është premtimi i një ringjalljeje të ardhshme pra. Lexojmë tek Letra e parë e Korintasve kapitulli 15 vargu 20 deri në 22 që një ditë njerëzit të gjithë pra do të ringjallen. Prandaj miku im, nëse ke humbur të afërmit e tu, gruan, fëmijët, burrin, prindrit, ata flën me Zotin. Dhe mesazhi i sot është mos ki frikë. Qëndro me besim tek Jezusi. Dhe ne që jemi fëmijë të tij, ne kemi privilegjin të predikojmë Krishtin e krizuar dhe të ringjallur, dhe të kemi premtimin dhe shpresën se një ditë do të jemi bashkë me të në qiell. Premtimi i parë cili ishte pra? Ringjallja është vula e një vepre të mbaruar, u krye në kryqin e Golgotës. Premtimi i dytë pra është se ringjallja një ditë do të ringjallemi dhe neve. Premtimi i tretë është që Krishti fitoi mbi vdekjen. Premtimi i katërt. Premtimi i katërt është siguria e ringjallja është siguria e gjykimit të ardhshëm. Tek Veprat e Apostujve kapitulli 17 vargu 31 thot: sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën, me anë të një burri të cilin ai e ka caktuar, dhe për të u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke ringjallur prej së vdekurish. Pra Krishti
u ringjall prej së vdekurish. Dhe tek libri i fundit, tek libri i zbulesës, na tregon atje te kapitulli 20 që të gjithë të vdekurit do të paraqiten përpara Perëndis, na thot fjala e Perëndis. Dhe do të gjikohen të gjithë. Dhe kur nuk u gjend emri i tij në librin e jetës, do të hidhet në ferë. Prandaj, mik i dashur, edhe ti do të gjikohesh. Edhe politikanët, kandidatët do të gjikohen, edhe biznesmenët, të gjithë do të gjikohemi. Prandaj mos u interesosh më shumë për pushtetin, pasurinë ose emrin dhe lavdin dhe famën në këtë botë. Po interesohu më shumë në qoftë emri tënd është jo në listën e zgjedhësve, jo në listën e kandidatëve për deputet në parlament, por në librin e jetës pra. Në librin e jetës. Misionari Moffat predikonte tek njerëzit e xhunglës për ngjalljen e të vdekurve dhe për gjykimin e ardhshëm, dhe të gjithë e dëgjoni me vëmendje. Kryetari një fisi u çudit se nuk i pëlqeu ky predikim dhe filloi t'i bëj pyetje misionarit. Do të ringjallen të gjithë, i thot? Po babai ati, i thot, në gisht tregon. Dhe misionari i thot, duke siguruar se do të ndodh ringjallja në të vërtetë. I dashur Zoti Moffat, unë e di që ju dua shumë, por të nuk e besoj. Nuk do të bëhet, nuk duhet të ndodhi. Po pse o miku im, i thot misionari? Sepse unë kam vrarë me mira njerëz. Do të ringjallje të gjithë, u përgjigj ai. Akoma dhe sot, mund të pjesin disa krenojnë, i bien gjoksi dhe thonë, unë jam i krishter i një feje. Dhe kur i pjes, a beson në ringjalljen e të vdekurve? A beson se Krishti u ringjall? Dhe thonë jo. Të gjithë do vdesin, por nuk besojnë në ringjallje. Atëherë nuk je i krishter. Prandaj, mik i dashur, këto premtimet që Jezusi na jep pra, premtimin e veprës së tij u krye në kryqin e Golgothës. Ringjallja na jep sigurim pra. E dyta, që është fitoria mbi vdekjen. E treta, edhe ne do të ringjallemi, na thot fjala e Perëndis. Tek letra e parë e Selanikësve, kapitulli 4 thot, sepse Zoti, ju a kemi thënë me fjalë të Zotit, ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që fjetën, sepse Zoti vet me urdhë zë kryeëngjëlli dhe me borinë e Perëndis do të zbres nga qielli dhe të vdekurit në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët do të mbetemi, do të rrëmbehemi njëkohësisht në re me ata për të dalë përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin. E shikoni pra, ringjallja janë premtime që fjala e Perëndis, të kandidatit që do të hyjë në zemrën tënde. Ndoshta disa nuk i pranojnë sepse nuk u pëlqen ringjallja dhe përpiqen që ta hedhin poshtë të vërtet. Por që për ne që besojmë te Krishti, e dim që prania e tij është bashkë me ne në këtë jetë, por do jetë edhe pasi të kalojmë tutje dhe do flëm te vdekja, te jeta e përjetshme pra. Si shikojmë në jetën tonë politike, ka shumë kandidatë që premtuan, por që dështuan të mbajnë fjalën. Po për Krishtin, a do bëni zgjedhje më të rëndësishme për shpëtimin tuaj duke pranuar atë? Ai është i vetmi fitimtar mbi vdekjen dhe të ka siguruar jetën e përjetshme në qoftë se beson tek ai. Po do më thuash, po në qoftë se le të supozojmë se Krishti nuk u ringjall, çfarë do ndodhte? Atëherë do ndodhte si gjithë njerëzit procesi kalbes së trupit dhe siç ndodh me të gjithë të vdekurit. Por fjala e Zotit na thot që ne do të ringjallemi siç lexuam te letra e parë e Selanikësve. Nuk na habit kjo. Duhet të lexojmë fjalën e Perëndis pra. Nëse Krishti do të kishte mbetur në varrin e tij, atëherë nuk do dallonte asgjë nga liderët e tjerë fetar të historisë siç janë Konfuci, Muhamedi, Buda dhe të tjerët. Ai nuk do të ishte më një shpëtimtar, por një dëshmor. Nëse do të ishte akoma i vdekur në varr, Krishti do të quhej një gënjeshtar, sepse ai tha qartë dhe fuqishëm se trupi i tij nuk do të qëndrojë në varr. Nëse Krishti do të ishte në varr, vdekja e tij nuk do të kishte asnjë vlerë për ne.
sepse nuk mund të shpëtonte askën nga vdekja, nga mëkati. Pse? Sepse sa do të mira që janë mësimet e Jezusit, askush nuk mund t'i bindet dhe nuk mund t'i bëj ato pa ndryshuar natyrën e tij mëkatare. E vetmja mënyrë që të ndryshojmë natyrën mëkatare është që ai të vijë dhe të hyjë dhe të jetojë brenda nesh. Prandaj dhe Pali thotë Galatasit 2:20, unë kam vdekur së bashku me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua, te Galatasit 2:20 pra. Prandaj ti duhet të marrësh një vendim. Kjo është e mira e fjalës së Perëndis në krahasim me premtimet e tjera. Premtimet e politikanëve janë pa garanci sepse nuk ofrojnë diçka përveç një lehtësim në këtë botë, por premtimet e Krishtit ofrojnë një jetë me bollëk, sepse Krishti tha, unë erdha që të jap jetën, unë jam ringjallja dhe vdekja. Prandaj, ndalo miku im ta vendosësh Krishtin në shkallën e një mësuesi, në shkallën e një revolucionari apo një njeri të moralshëm, sepse nuk do ta gjesh atje. Të gjithë këta nuk jetojnë më, sepse kanë vdekur. A do të zgjedhim Jezusin që sjell paqen e vërtet, apo politikanët që ofrojnë shpresat e dështuara? Të nderuar miq, uroj tek të gjithë ju që Zoti i ringjallur Jezu Krisht dhe i lavdishëm të mbushi zëmrat dhe jetët tuaja me dashuri, gëzim dhe paqe. Jetojnë në një botë pa sigurie, luftra, në një botë hipokrizie, dhunë, terrori, fatkesi dhe çdo lloj mëkati. Prandaj ne si fëmijët e tij le të derdhim aromën e dashurisë së tij dhe ringjallja e tij të japi shpresën në mbar njerëzimi, një shpresë që buron nga hyjnia e Krishtit të ringjallur. Gëzuar Pashkët pra. Krishti u ringjall, me të vërtet u ngjall. Zoti t'ju bekoj. Ai është prap i gjallë, edhe gujsësh më atje. Ai është prap i gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap i gjallë, unë dëgjoj një gjë që thonë, gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë.